Sportavling. Departamenti i Infermierisë për vitin akademik 2026-2027 do të ofrojë një program të tretë studimi në ciklin e parë të studimeve në fushën e infermieristikës. Ky program studimi është një program i përbashkët me Universitetin e Piemonte Orientale Itali. Në këtë program studimi, studentët do të fitojnë në fund të ciklit të studimit një diplomë të përbashkët duale. Ne synojmë të përgatisim profesionistë të kujdesit shëndetësor, të aftë dhe të përgjegjshëm për të përballuar sfidat moderne që shëndeti dhe kujdesi shëndetësor do të vendosi përballë tyre. Është një nga pikat ku maturantët duhet të ndalen dhe të kushtojnë vëmendje për zgjedhjes së saj për disa arsye. Në përfundim të këtij cikli studimi, studentët do të pajisen me një diplomë të dyfishtë. Programi i studimit ku do të zhvillohet lënda do të jenë në 3 gjuhë, në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze dhe në gjuhën italiane. Gjithashtu në kuadër të zhvillimit të këtij programi të studimi, studentët nuk do të kenë vetëm aksesin e mobiliteteve në aspektin e praktikave siç ka ndodhur deri më sot, por do të kenë akses edhe të zhvillimit të mobiliteteve në lidhje me lëndët klinike dhe me praktikat infermierore. Kjo përbën një risi për faktin sepse studentët tanë në këtë cikël studimi do të zhvillojnë semestra mësimor, do të zhvillojnë lëndë klinike dhe do të kenë akses që të vlerësohen nga pedagog italian në lëndët të cilat ata do të zhvillojnë pranë Universitetit të Piemontes. Pra lëndët, përveç pjesës së klinikës, një përqindje të konsiderueshme kanë orë në lidhje me praktikat dhe me kujdesjet infermierore, sepse në fund të fundit, qëllimi kryesor final i plejadës infermierëve që do të dalin nga ky universitet është pikërisht aftësimi i tyre në ushtrimin e profesionit të infermierit, në menaxhimin e pacientëve dhe në ushtrimin e kujdesit infermieror ndaj pacientëve. Çelja e programit të përbashkët të studimit bachelor në infermieristik bazohet në indikator institucional shëndetësor të punësimit në nivel rajonal, kombëtar dhe europian. Shtimi i numrit të spitaleve rajonale, të spitaleve private, punësimi në shëndetin paliativ, kërkon përgatitjen e infermierëve kompetent për këto fusha të infermieristikës. Investimi në arsim është investimi më i mirë për të ardhmen. Ju bëj thirrje të gjithë maturantëve ta vlerësojnë me prioritet hapjen e kësaj dege të re në mënyrë që të sigurojnë një të ardhme të sigurt për veten e tyre dhe një investim të sigurt për të ardhmen e tyre.